Aksident ajror fatal, avioni humbi kontrollin pak pasi u ngrit nga pista, ndron jetë piloti. Një aksident ajror fatal ka ndodhur në Aguscelo, një fshat i vogël pranë Ferrarës, ku një avion ultra i lehtë u rrëzua menjëherë pas ngritjes. Mjeti fluturues ishte nisur nga aeroporti i vogël prative ekip, por për arsye të paqarta humbi kontrollin dhe u përplas në një zonë bujqësore ku më pas është përfshirë nga flakët. Në bord ndodhej vetëm piloti i cili ndroi jetë në vendngjarje për shkak të plagëve të marra dhe zjarrit që shpërtheu menjëherë pas përhapjes. Në vendngjarje mbërritën ekipet e zjarrfiksëve dhe forcat e rendit, të cilat izoluan zonën dhe shuan flakët. Hetuesit kanë nisur punën për të rindërtuar dinamikën e aksidentit dhe për të përcaktuar shkaqet e mundshme të rrëzimit të avionit.